Irani ka kaluar dekada duke ndërtuar bunker nën-toksor për të mbrojtur arsenalin e tij të madh në rast lufte. Më pak se një javë pas sulmit izraelito-amerikan dhe përgjithësimit të konflikteve në lindjen e mesme, kjo strategji po fillon të duket e gabuar, sipas disa analistave. Avion luftarak amerikan dhe izraelit dhe dron të armatosur fluturojnë mbi 10 baza nën-toksore, duke goditur lëshuesit e raketave sapo ato dalin. Ndërkohë, bombarduesit e rënd kanë hedhur sasi të mëdha municionesh mbi këto objekte, ndoshta duke varrosur armë iraniane nën tokë në disa vende. Imazhet satelitore të marra ditët e fundit tregojnë dëmtime të raketave dhe lanshuesve pranë hyrjeve të këtyre objekteve, të cilat zyrtarët iraniani kanë përshkruar si qytete nën-toksore të raketave. Teherani ka qelluar më shumë se 500 raketa drejt Izraelit, bazave amerikane dhe objektivave të tjera në rajonin e Gjirit Persik, që nga fillimi i konfliktit të shtunën e kaluar, dhe shumë prej tyre janë kapur sipas qeverive rajonale. Krahasuar me ditët e para të konfliktit, ka pasur një rënje të granatimeve në shkallë të gjerë, një shenjë se sulmet SBA Izrael po degradojnë aftësinë e Teheranit për t'u hakmarrë. Ne po ndjekim lëshuesit e fundit të raketave balistike të Iranit për të eliminuar aftësinë, tha admirali Brad Cooper, komandanti më i lartë i SBA-s në lindjen e mesme. Po shohim se aftësia e Iranit për të na goditur ne dhe partnerët tanë po zvoglohet. Duket se Teherani i ka zhvendosur disa nga raketat dhe lançuesit e tij nga bunkerët para se të fillonte lufta, duke i shpërndar ato në të gjithë vendin. Megjithatë, komanda qendrore e SBA-s tha se lançimet e raketave nga Irani kishin rënë me 86% në 4 ditë. Analistët thanë se ka të ngjarë që pjesa më e madhe e rezervave të mbetura të Teheranit prej mijëra raketash me rreze të mesme dhe shkurtër veprimi të jenë në baza nën-toksore, vendodhjet e të cilave janë kryesisht të njohura për ushtritë amerikane dhe izraelite. Kjo nxjerr në paj një tmet themelore në idenë e qytetit të raketave. Ajo që dikur ishte e lëvizshme dhe e vështirë për të zbuluar, nuk është më e lëvizshme dhe më e lehtë për të goditur, tha Sam Lair, një bashkëpunëtor kërkimor në qendrën James Martin për studime të mospërhapjes. Me mbrojtjen ajrore iraniane kryesisht të neutralizuar, SBA dhe Izraeli mbajnë avion mbikëqyrës me shpejtësi të ulët që fluturojnë mbi bazat e njohura të raketave. Ata sulmojnë vetëm kur shohin shenja aktiviteti, duke përdorur avion luftarak të pilotuar ose dron të armatosur, thonë analistët. Një grup bazash pranë qytetit jogor të Shirazit duket se është goditur disa herë. Imazhet satelitore të publikuara nga qendra Martin tregojnë se lëshuesit e raketave të lëvizshme, të cilat me sa duket kishin dalë nga njëri nga objektet nën-toksore në një kanjon aty pranë, u shkatruan para se të mund të lëshonin raketat e tyre. Një tjetër imazh satelitor i Shirazit të 2 marsit, 3 ditë pas fillimit të konfliktit, tregoi një re tymi të kuqëremët pranë njërit nga raketave të dëmtuara, sugjeruesi se acidi nitrik kishte rrjedhur nga një raketë. Disa raketa të tjera u shkatruan, duke shkaktuar një zjarr që duket se është përhapur në të gjithë kanjonin. Në një bazë pranë Isfahanit, një satelit kapi një foto të një marsit, një lançues i raketash të paprekur, i cili duket se po lëviz përgjatë një rruge pranë objektit. Një krater në rrugën pranë objektit sugjeron se një aeroplan luftarak amerikan ose izraelit u përpoq ta godaste mjetin, por nuk e qelloi. Një foto e të njëjtës zone të nesërmen zbuloi prova të bombardimit të mëvonshëm të rënd të disa hyrjeve në objektin nën-toksor. Mbeturina nga municionet e shkatruesve të bunkereve janë të dukshme rreth të 2 hyrjeve të tunelit, tha Lair në një postim në mediat sociale. Është e paqartë nëse hyrjet janë shembur.